që edhe kjo që Memri nuk kandidoi për kryeministër, I ja dha shansën një kandidati tjetër të konkurroj për ministër për shkak se profili I tij ishte më I përshtatshëm ndoshta, edhe kjo ka qenë një akt I larë. Nuk të ndodh që në Kosovë dikush që është kryetar I partisë t'ja jap mundësinë dikujt tjetër të konkuroj për kryeministër, ndoshta edhe kjo sepse ai dëgjoi zonin e elektoratit. Kosova ka lënë të në atë kohë dhe po ka lënë probleme të mëdha ekonomike të brendshme. Bedri Hamza konsiderohej si një ministër ose si një njeri që I njeh mirë problemet ekonomike, edhe konsiderohej si I përshtatshëm për të qenë kryeministër I jashtëm I Kosovës, edhe Memri Krasniqi ja dha mundësinë dhe edhe kjo është një akt për të përshëndetur atë që ka bërë Memri Krasniqi, sepse tek funi funit pavarësisht kërkesës ose mundësisë, Memri Krasniqi ka thënë atë ka mund të thotë unë jam kryeministër, unë jam kryetar partie dhe unë do jem kryeministër, po jo, nuk e bani këto. Pra janë dy akte të Memri Krasniqit për të cilat Memri do të mbahet mend se një politikan I kalibrit të lartë dhe për të cilat ai e anashkaloi veten për hir të partisë dhe për hir të vendit. Duke qëndruar deri tek ajo që jemi aktualisht, që Memri tha që zoti Krasniqi do ta mbështesë Bedri Hamzën. Mendoni që figura e tij do ta çojë larg PTK-n më shumë se ku ka arritur deri tani, apo është provizore, ndoshta duke shpresuar që mund kemi një rilindje të dytë me atë që mund ndodh në Hag dhe rikthimin e Thaçit? Procesi I gjykatës në Hag është drejt përfundimit dhe tash atje janë po dëshmojnë dëshmitarët e mbrojtjes dhe shumë shpejt do të përfundojnë dëshmitarët, pastaj janë fjalët e prokurorisë, gjykatës, mbrojtjes dhe pritet dikon në fund të shkurtër ose në fillim të marsit të merr fund. Sido që të jetë, pavarësisht ne të gjithë presim që ata të shpallën pa fajshëm sepse është një gjyq I padrejtë dhe një gjykate pa drejt, edhe si u ngrit dhe mënyrën si ka shku deri më tani, njerëzit janë marrë në paraburgim që 5 vjet pa pas një dënim, pa pas një akt vedim, pra janë shkel mjaftueshëm të drejtat e njeriut atje. Por edhe nëse lirohen ata, ne nuk e dim ata do I futen politike sa nuk do I futen politikës, por sidoqoftë e rëndësishme është që ata të lirohen dhe pak ka rëndësi pastaj a I futen politikës, a do merren me politika, do pushojnë një herë, apo çfarë do bëjmë. Sidoqoftë PDK e rëndësishme është tash ta zgjedhë një kryetar I cili do të përbashkojë këto krahet që tashmë publike janë të thyme, në mënyrë që askujt nuk I konvenon që dikush t'i nga partia. Pra roli I kryetarit të ardhshëm të PDK-s do të jetë rol unifikues dhe rol përbashkues. Edhe të gjithë ata që kanë pas më dyshje ose dilema ose hatërmbetje brenda partisë dhe brenda sjelljeve të filan personit ose ish personit, me prurjen e një kryetari të ri, mendoj që nëse dojnë ata partinë, donë të bëhen bashkë dhe të ecin përpara. Ndryshe nëse merren me probleme të veta PDK-ja, por edhe parti tjera që deri dje kanë qenë opozit, e kanë problem për mes tutje dhe për me heq Albin Kurtin nga pushteti. Duke parë pak me gjërë edhe për ta mbyllur, mendoni që shembullin e tij është momenti që ta ndjekin edhe liderët e tjerë të partive në Kosovë edhe pas rezultatit të fundit? Unë thash që Memri Krasniqi e dha një model shumë të mirë për të gjithë skenën politike në Kosovë, por edhe më gjerë që si një politikan kur mendon që nuk I ka përmbush, nuk janë përmbush premtimet për të cilat ata I ka dhënë në fushat, jep del para publikut, jep dorëheqje ball hapur, unë jap dorëheqje, ky jam, do vazhdoj aktivitetin brenda Partisë Demokratike, por mendoj që nuk jam I denj për mu dheq PDK-n. Pra, është një akt I lartë që do të merret shembull nga të gjithë ata kur partia e tyne pëson humbje ose nuk arrin aty ku I kanë synu premtimet. Zoja Maliqi, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe ju.